Mosmarrëveshjet për një vend parkim, të cilat shpesh nisin si debate të zakonshme mes qytetarëve, mund të eskalojnë shpejt në konflikte fizike dhe të kenë pasojë serioze. Një rast i tillë është regjistruar mbrëm në Gostivar, ku një 50 vjeçar ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga 3 persona pas një mosmarrëveshjeje lidhur me një hapësirë parkimi. Informacionin e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku thonë se në Departamentin e Punëve të Brendshme në Gostivar, personi me inicialet LM, 50 vjeçar, me qëndrim në Gostivar, ka raportuar se para një ndërtese banimi në këtë qytet, pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme për një hapësirë parkimi, është sulmuar fizikisht nga 3 persona, të cilët i njihte. Ndërkohë, brenda së njëjtës ditë, policia ka raportuar edhe për 2 raste të tjera që lidhen me komunikacionin. Në rastin e parë, në rrugën Vllezëri Gjenoski në Gostivar, zyrtarët policor njoftojnë se kanë privuar nga liria CM 60 vjeçar nga Gostivari. Gjatë këshyrjes që kanë realizuar në vendin e ngjarjes pas një aksidenti trafiku në të cilin ai ishte pjesëmarrës me automjetin Opel, është konstatuar se automjetin e kishte drejtuar në ndikim të alkoolit. Testi ka treguar për 1,58 promil alkool në gjak. Ndërkaq në rastin e dytë, një aksident trafiku është regjistruar në rrugën rajonale Gostivar-Raven. Sipas raportimit të Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar, aksidenti ka ndodhur mes një automjeti transportues Ford me targa të Gostivarit të drejtuar nga AI 31 vjeçar nga Gostivari dhe një motociklete me targa të Gostivarit të drejtuar nga AO 48 vjeçar nga fshati Raven. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motocikletës ka marrë lëndime të rënda trupore, të cilat janë konstatuar në qendrën urgjente në Gostivar. Në vendin e aksidentit është kryer kçyrje nga ekipi hetimor i Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar. Ndërsa ndaj fajtorëve paralajmërojnë parashtresa përkatëse. Këto raste janë një tjetër paralajmërim se pakujdesia, mungesa e vetëpërmbajtjes dhe mosrespektimi i rregullave mund të sjellin pasoja serioze. Veçanërisht mosmarrëveshjet për hapësirat e parkimit, të cilat janë bërë pjesë e përditshme në zonat urbane, nuk duhet të shndrohen në konflikte fizike. Një debat i thjeshtë mund të eskalojë shpejt dhe pasojat mund të jenë shumë më të mëdha se sa vetë arsyeja që e ka shkaktuar konfliktin. Po aq shqetësues mbetet edhe drejtimi i automjetit në ndikim të alkoolit, që po rrezikon jo vetëm drejtuesin, por edhe gjithë pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Kujdesi, përgjegjësia dhe respektimi i rregullave mbeten mënyra më e mirë për të parandaluar tragjedi dhe për të garantuar siguri në rrugë dhe në hapësirat publike.